Gjykata e Vlorës ka lënë në arrest me burg pa afat Eris Mehmetin, i cili u arrestua nga policia me dyshimet se ka bashkëpunuar në vrasjen e 58 vjeçarit Renato Hoxhaj me 27 prill në lagjin Hajro Çakëri. Në seancën e zhvilluar me dyert të mbyllura, 37 vjeçari ka mohuar akuzat se i ka vënë në dispozicion makinën e autorit të krimit. Mjetin e tij, Mehmeti, deklaroi në seancë që ja ka lënë në përdorim një miku, i cili ja kishte kërkuar për ta përdorur, por pa e ditur se për çfarë. Një tjetër deklarat e Mehmetit para tokave të zeza ishte se makina e tij është e ngjashme me atë që ka përdorur vrasësi. Ky automjet ende nuk është gjetur nga policia. Në vijim të hetimeve për zbulimin e autorëve të ngjarjes, blut kanë shoqëruar edhe një person në Ksamil, roli i të cilit ende nuk është përcaktuar. Blut e Vlorës dhe prokuroria janë duke punuar për të sqaruar përfshirjen ose jo të tij në krimin e të dielës së shkuar. Sipas burimeve, personat që kanë kryer krimin kanë qenë 2, ndërsa dyshohet se janë ndihmuar edhe nga personat e tjerë. Njëri prej autorëve shfaqet në këto pamje rreth 1 orë e 43 minuta para vrasjes. Ai mban një çantë supi të vogël në të cilën dyshohet se kishte fshehur armën. Në kokë mban një kapele dhe në fytyrë një maskë për të mos u identifikuar. Gjatë të gjithë kohës ai lëviz me duar në xhepa. Renato Hoxhaj u qyllua me 3 plumba sapo doli nga panesa e tij mëngjesin e 27 prillit. Deri në këtë fazë të hetimeve, policia nuk ka sqaruar motivet e ngjarjes, ndërsa nuk përjashtohet mundësia që viktima të ketë patur lidhje me ndonjë grup kriminal në Vlorë.